Me rikonstruksionin dhe pajisjen me infrastrukturën e nevojshme, kinemaja e qytetit të Gurt vazhdon aktivitetin e saj me një program të detajuar çdo muaj. Përveç prodhimeve për spektatorin e rritur, në kalendarin e aktiviteteve nuk mungojnë filmat për fëmijë. Janë vogëlushët e kopshteve dhe nxënësit e arsimit fillor që përmes ekranit të madh shijojnë filmat dedikuar botës së tyre. Planin e aktiviteteve të Kinema Gjirokastës nuk mungon çdo muaj filmat për fëmijë. Edhe sot kemi një pjesëmarrje të gjerë të kopsheve, se filmat janë të përshtatshëm për ata, për grupmoshat e tyre, dhe fëmijët janë duke i ndjekur këto filma me kënaqësi të madhe dhe gjithnjë thonë kur do vim përsëri në kinema. Kinemaja ka marrë një trajt të plot tani dhe me zhvillimet që janë bërë së fundmi në kinema. Edhe kështu që gjithnjë ne kemi në vëmendje fëmijët e vegjël. Princesha e bukur dhe Dhelpra Ziliqare janë dy filmat që janë programuar në vijim për vogëlushët gjirokastrit.